zoti Mustafaj nuk e shfrytëzon për shembull hapësirën që jepet në media për të thënë këto gjëra, por e shfrytëzon për të atakuar drejtuesin e emisionit. Do të thotë ç'a logjike ka kjo? Është bërë protesta baraz me generali i ushtrisë së vdekur. Se ngre këtu. Po e ngre tek fakti që si e trajton ju emisioni. Si trajtoj emisioni është tjetër gjë, si e trajton ti hapësirën që ty t'jepet është tjetër gjë dhe mazhoranca nuk e merr seriozisht, e këta s'marrin seriozisht veten njëherë pikë pari. Po e kam të pamundur mos ta shoh ironinë që zonja Gjyri ka kandidate PS-s që në hallin e Partisë Demokratike sot se si duhet flasin përfaqësuesit e saj në studio televizive. Unë ngrita një shqetësim. Dhe kjo qëndron ajo që ngrita unë, nuk ka lidhje kandidate kujt. Shqetësimi juaj është shumë i drejtë. Një pikpyetje dhe po ngre një kritik ndaj jush për atë që ju duhet përfaqësoni dhe unë kam të drejtë, dhe unë pikërisht unë kam të drejtë të shnoj për personat që na shikojnë ironinë që nga kandidate PS-s keni hallin e opozitës. Por tek kësaj, unë siç e tha zoti Stefan, nuk jam poste drejtuese në PD dhe flas për temat që janë të rëndësishme për mua. Dhe temat e rëndësishme për mua në ligjërimin publik, kanë vite që shkruajnë mbi rëndësinë e propagandës dhe rëndësinë e komunikimit publik. Sepse dhe ju, donja Gjyri, jeni aty si një proksi. Personi në shpikujt e prezantimit, ndoshta një analista, gazetare, nuk e di, ndërkohë që jeni aty si përfaqësues e Partisë Socialiste. Unë vi me flamurin e Partisë Demokratike dhe nuk kam turp ta mbaj flamurin e Partisë Demokratike në ligjërimet që bëjmë së bashku. Dhe kjo është një ndryshim shumë i madh. Dhe unë këtë do i luftoj sa të kem mundësi dhe do informoj publikun se të marrim më vonë vendimet e veta në mënyrë sa më të ndryshuar. Nuk është e rëndësishme se çfarë kemi përfaqësuar ne, sepse edhe zoti Mustafaj ka përfaqësuar dhe ngriti një strukturë edhe ka drejtuar strukturën e Brengenit brenda Partisë Demokratike dhe këtu vjen si individ që përfaqëson politikisht Partinë Demokratike, ndërsa unë në këto momente nuk vi si përfaqësuese e një strukture pavarësisht se kam kandiduar apo nuk kam kandiduar. Kështu që unë këtu vi si analiste dhe vi për të analizuar pavarësisht bindjeve të mia politike dhe kritika që unë ngrita dhe ajo çfarë unë ngre si shqetësim këtu në këtë pikë është që ju nuk shqetësoheni për strategjinë dhe çfarë strategjie duhet ndjekë Partia Demokratike sot. Të mos merremi me biografitë e njëri tjetrit, por të merremi me tezat që politike po teza kjo. Teza është pse nuk shqetësohet Partia Demokratike sot për strategjinë që duhet ngrenë, në mënyrë të tillë që të jetë alternativë publike, por dalim dhe relativizojmë problemin që do të thotë, sot në shesh nuk kemi njerëz dhe ne dim dhe zoti Mustafaj që ka studiuar jashtë dhe unë pres më shumë nga këto eksponent që ka muaj e muaj që unë nuk ja dëgjoj zërin, as zoti Mustafaj dhe të tjerëve që ne kemi qenë përballë në studio politike në 11 maj, nuk i kam dëgjuar që do të thotë kanë bërë step back